Shoqënia jonë, kombi jonë, kur marrë rrezik s'ka qenë. Nga kush? Se sa sot që është nga shturia e familjes shqiptare. Që nën kupton? Që nën kupton, mas pare rënja natalitetit për shkak të mos lindjes së fëmijëve. Që është një augur shumë i keq. Tash apet për na duhet më këthi të feja. Me fen edhe të krishtere, edhe të muslimone është ndalume abortet, jenë të ndalume përdorimi i kontraceptive përpos në rrothet kur ajo është e nevojshme për shkaqe shëndetësore. Unë nuk jam që s'jam për kontracepcionin dhe për kontrollimin e lindjeve, por jam për një familje e cila do të me pas spaku 4 fëmijë. Përndryshe me 3 fëmijë ruhet në numri, me 2 fëmijë bjen numri i popullsisë për shkak të vdekjeve aksidentale. Dhe tani vend që me lujt këtë rol edhe kisha, edhe feja muslimane, sepse janë të dominojnë në aspektin e besimit, këta nuk e përmenen atë çështje fare kur se përmenen asë një ligjërat që i shkon mirë me i thirë, sepse në këtë rast e kanë femnat rolin që duhen me bo këtë punë. Në aspektin biologjik, po edhe në aspektin fetar, ato e në të ardhëna në këtë botë me shtu njerëzimin. Në aspektin shkencor thuhet dhe në aspektin e besimit të Zeus janë, kjo është me përçu ADN-n më tutje deri në pafundësi kur kërkohet. Kurse kjo temë është mbyll, shuhet, krejt shoqënia janë duke shuhur, a na jem duke shku në ambes për shkak të rënjes drastike të numrit të lindjeve. Për një ditë që të dur të një zigashtet në vitin 1980 i kam dërzu deri 100-110 fush një ditët në reportin e lindjes apo në klinikën e lindjes. Edhe një mendim nga zonja Hodute. Kurse tani nuk i ki 10 fëmijë, atëherë për një ditë i kemi qitë 100 fëmijë mesatare, kurse sot nuk i kemi. Një mendim të shkurt, jemi keq edhe me kohën. Unë thash prap, na duhet të ecim me kohën. Këto informata që po i dëgjoj, jo robë, jo kontraceptive, tjera, feja islami ka kretë norma tjera, shumë humane, e lejon planifikimin e familjes, hecin me kohën dhe se nuk është në pyetje nataliteti, mortaliteti. Këto janë shkaktarët të cilët e binë shoqërinë në një kualitet apo një kuantitet të pavlerë, si në Afrikë. Por në Kosovë, në vendet tona shqiptare, vetëdijsimi i femrës ka arritur në nivel dhe e ka marrë rolin e vetë në shoqëri përveç disa rasteve që kanë kuptu normat humane dhe kanë kalu në liri të shfrenuar. Por, prapu në them që familja tradicionale mban vlerat e veta për arsye se ne jemi një popull me një gjenes që të pastër që nga paraarsit ton kemi pas shumë njerëz generale tjere, pashallare ku ta di unë që kanë udhëheq botën, por sot kemi shumë shkencëtar në përbot që për fat të keq Kosova nuk i ka dhënë atë hapësirë për me vepru dhe ne nuk duhet të mburremi a kemi 20 majlinda, a e kemi 1 majlinda.